Një ngjarje e ngjashme me një skenar filmi është trajtuar së fundmi në një sallë gjyqi në Salzburg të Austrisë, ku një 30 vjeçar shqiptar u dënua me 15 muaj burg për vjedhje të rëndë, 5 prej të cilave pa kushte. Ngjarja kishte ndodhur më 18 dhjetor të 2015-s në Eugendorf, gjatë një operacioni të dështuar për blerjen e 7 kg heroin. Shqiptari kishte marrë pjesë në një takim me një agent të infiltruar të policisë, i cili pozonte si blerës droge. Gjatë momentit të dorëzimit të shumës prej 102.000 euro, ai kontrolloi një kartë monedhë me një stilolaps UV dhe më pas në një veprim të papritur mori paratë dhe iku me vrap. Sipas prokurorisë, ai shtyu agentin në pjesën e sipërme të trupit përpara se ta arratisej. Megjithatë, ai u dënua vetëm për vjedhje dhe jo për grabitje, pasi gjykata i besoi rrëfimit të tij se nuk kishte përdorur urdhën. 30 vjeçari pranoi vjedhjen, por këmbguli se parat ju dhanë dhe ai vetëm iku me vrap. Avokati i tij tha se klienti ishte përzgjedhur për këtë rol sepse ishte futbollist dhe kishte aftësi të mira vrapimi. Arratisja e tij bëri që të turporoheshin forcat e shumta të policisë që kishin rrethuar zonën për operacionin. Njeriu shqiptar arriti të largohej me vrap, ulës duart 2 herë dhe u fshe në një fuqi përpara se të arratisej. Ai u arrestua vetëm pas gati një viti, me 16 nëntor të 2016 në Greqi, me një urdhër arresti evropian. Parat e vjedhura nuk janë gjetur kurrë, ndërsa ai pretendon se i ka humbur gjatë arratisjes. Në këtë rast ishte përfshirë edhe një tjetër shqiptar, 26 vjeçar, i cili u dënua më herët me 12 muaj burg, prej të cilëve 4 pa kushte. Ai u lirua nga akuza për trafik droge për shkak të dyshimeve të forta mbi sjelljen e oficerëve të policisë dhe informatorëve të tyre. Gjatë procesit gjyqësor u zbuluan probleme serioze. Në hetim, oficerë policie kishin paraqitur raporte të rreme dhe kishin dhënë dëshmi të pavërteta. Hetuesi i fshet që kishte vepruar si blerës i rrem droge akuzohet gjithashtu për shpërdorim të tyre. Avokatët mbrojtës e përshkruan rastin si një skandal dhe nxitje të papranueshme. Çështja ka nxjerrur hetime të mëtejshme ndaj policisë dhe prokurorëve të përfshirë dhe është ende e hapur për zhvillime të tjera ligjore.